Përshëndetje të nderuar kolegë deputet, përshëndetje qytetarë të Republikës së Kosovës. Unë i mbështes parafalësit të opozitës me vërejtjet shumë të arsyeshme të tyre, unë do të ndalem pikërisht në fushën e shëndetësisë. Duke pas parasysh shifrën e buxhetit paraprak për shëndetin dhe buxhetin e projektuar për vitin 2015, mund të konstatues se qeveria edhe në këtë mandat nuk e ka prioritet shëndetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. E gjithë propaganda për parimet në këtë sektor dhe ligjet e aprovuara si dhe premtimet e bëra për aplikimin e obligimeve në sigurimet shëndetësore të vitit 2015 nuk janë projektuar fare në këtë projekt buxhet. Ndarja shumë avjo transparente në pozicionet si me pusht, renovim, merremetim, mirëmbajtje spitalore, mirëmbajtje dhe servisimi aparate mjekësore, pajisje mjekësore, inventar medicinal dhe administrativ, nuk janë kërkon të cekuna shifrat se sot do të kushtojnë këto renovime dhe ku do të bëhen këto renovime. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, në krahasim me projekt buxhetin e vitit 2014, në këtë projekt buxhet të vitit 2015 mungon plotësisht transparenca mbi ndarjen e mjeteve për spitalet regionale. Gjithashtu shuma destinuar për të sëmurë që kanë nevojë të shërohen jashtë është mbetur e njëjtë, 5 milion euro, në vend që të synohet se këto shërbime të ofrohen në vendin e tyre. Shuma e ndarë për kompletimin e repartit të kardiokirurgjisë është e ulët dhe e pamjaftueshme që ky repart të funksionalizohet. Në buxhet janë ndarë shumë pak mjete për avancimin profesional të mjekëve dhe kuadrave deficitare. Shuma për stimulim të performancës është tepër e ulët. Në asnjë projekcion buxhetor nuk është parapar marrja përsipër e premive për sigurimet shëndetësore nëse ato pritet të jetësohen këtë mandat. Mbështetur në këto shifra, ky projekt buxhet shëndetësinë kosovare do të vazhdojë të lejë në shërbime jo kualitative dhe jo cilësore. Kosto e lartë e shërbimeve në klinikat private do të kushtoj buxhetit të varfër të qytetarit të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit.